Edhe po si që do të ndërtohet një shumicë parlamentare. Derisa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jonë në parlament do të jetë e njëjtë si ka qenë deri më tani. A llogaritë natyrale nismës pa u bërë kjo parlament? Unë e flas pa shumicë parlamentare nuk mund ndërtohet kur gjë, do të ndërtohet një shumicë parlamentare, një marrëveshje politike dhe me marrëveshje politike pastaj zgjidhen tjera. A njoftuar nga presidenta? Po. Limaj që në një farë forme ka betonuar qëndrimin e tij që nuk ka lëvizje drejt konstituimit pa e propozuar vet Limaj si krye parlamentar. Ojë, të lidhëm tash me Xhavit Drejnorin, komendatorin politik në Acie veçantë të kanë drejt për drejt Xhavit, si po e sheh këtë sagën e episodin në 26. Përshëndetje Arben, në fakt do të themi fatkeqësisht me gjas do të kemi skenarin e njëjtë para 48 orëve. Me që një lloj nyje është edhe vetë nisma socialdemokrate, nëse nisma nuk ka ndru qëndrim, atëherë nënkuptohet që nuk ka ndonjë lëvizje tjetër, sepse subjekte tjera veç i kanë bërë një lloj bloku vetëvendosur sa i përket dhënies së këtyre votave të nevojshme për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së Kuvendit të Republikës Kosovës. Ta dëgjojmë vetëm pak dikë nga lista serbësh duke u prononcuar edhe kthehemi pastaj Xhavit bisedojmë bashkë. Koji su organizovali nasilne proteste ovdje u Prištini i palili međunarodna vozila, oni se nalaze u vladi. Hvala vam. Hvala tužilaštvu. Nuk arrita do të ta kap gjithë çfarë ka thënë, do ta marrim vesh për pak se çfarë ka qenë pretendimi i deputetit e listës serbe. Xhavit, cila është zgjidhja se nuk na ka rënë të bisedojmë bashkë, çfarë po pret ti, po pret koalicion në fund apo po shkojmë drejt zgjedhjeve pa shmang kështu? Zgjidhja, pyetje e lehtë, në parim cila është zgjidhja, po kush me gjetë zgjidhje kësaj pune është pak problematike. Në fakt, unë qëndrimet e mia i kam dhënë që nga fillimi që rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit sikur e ka determinu pak a shumë se kush duhet qeverisë dhe që gjithashtu e kam potencu edhe në këtu